Lindja e Krishtit është ikona e shekullit të 18 e pikturuar nga Konstantin Shpataraku, e cila është në proces restaurimi pranë laboratorit të Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë. Sipas restauratorit Genti Proko, kjo ikonë është gjetur në kishën e Shënmarenës në Lëng të Pogradecit, aty ku autori i saj ka pikturuar edhe muralet e kishës. Kjo është ikonë e pikturuar nga Konstantin Shpataraku dhe ka qenë ikonostasin e kishës së Shënmarenës në Lëngët të Pogradecit, që me sa di unë është e vetmja kishë ku Konstantin Shpataraku ka pikturuar dhe muralet. Pra ka pikturuar jo vetëm ikonat e ikonostasit, po dhe muralet e kishës. Konstantin Shpataraku është një nga piktorët më të famshëm të shekullit të 18 dhe njëkohësisht një nga piktorët e famshëm ikonograf shqiptar, ndaj dhe ikonat e pikturuara prej tij konsiderohen me mjaft vlera. Ikona ruhet mirë në përgjithësi, pa dëmtime, por verniku është oksiduar dhe erësuar. Kështu që unë jam duke larguar këtë vernikun e vjetër dhe për ta bërë ikonën, për ta rikthyer në koloritin e saj original. Pas restaurimit, ikonat që kanë vlera, ashtu si edhe kjo ikonë e Konstantin Shpatarakut, vendosen në ekspozitën e Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar për t'u parë nga publiku. Kjo ekspozitë rinovohet her pas here për të qenë gjithnjë atraktive për turistët dhe vizitorët e këtij muzeu.